pej, por edhe rikthimi i Ali Berishës do i bëj problem edhe do e dërgoj në balotazh. Si feministe që je, hartën e harrove. Do doja që edhe artat performante më mirë, po ju e dini që pej nuk keni shumë mbështetje, zoti Xhani, kështu që pa diskutim që ka bërë një pushon. Ka një pjesëmarrja është më omël se vetë fituar. Ka një herë, jo gjithmonë. Edhe konsideroj që ka bërë nder garës, gjithashtu, si në çdo komunë. Do ketë balotazh në pej, do ketë balotazh në pej. Do ketë balotazh në pej. Jo, një ndër komunat ku jam shumë i sigurt që do ketë balotazh në pej. Pse çka ka bërë Gazi i mirë? Po gjithë numrin mjaft i madh i projekteve që i ka kryer Gazi. Infrastruktura në pej sot nuk ke fshat të pa asfaltuar, s'ke rrugë të pa asfaltuar, s'ke infrastrukturë. Boreja është proces. E dyta, e kam shumë për kurrësh, mi trego projektet kryesore kapitalit të Gazit në këtë mandat. 3. Infrastrukturë, nuk mjafton me të përmend me emra se janë me qindra. Në çdo fshat, nuk është rrugë, nuk janë investime kapitale. Po ne hyn në kuadër të investimeve kapitale, por nuk janë investime. Ato janë investimet, ajo roli i komunës, infrastruktura, kanalizimi, uji, ujësjellsi, rryma, shtrirja rrjetit lokal. Buxheti është shfrytzuar në maksimum. Në maksimum është treguesi më i mirë që ajo komunë ka realizuar projekte. Ana tjetër, kundër kandidat, hyrja e Ali Berishës është një riciklent që nuk mendoj se rrezikon shumë Gazmend Muhaxhiri. Okej, kuptova. Tani? Balotazh se secili do t'i merr kapak edhe do t'ju jepet mundësia. Kam përshtypjen më para mundet me u fut në balotazh ta ulon ti se sa zoti Berisha në rikthem. Topolli? Edhe mendoj që do të ketë balotazh, AK-ja dhe LVV-ja qëndrojnë bukur afër me njëra tjetrën. Si Prishtinë Uroni me dallimi është shumë i vogël, kuvendet komunale ka qenë dikun më pak se 1% dallimi mes LVV-s dhe AK-s, kështu që po. Ndërsa zonja Arta në Albani sigurisht është një kandidat i mirë, mirërisht PDK-ja në zgjedhjet e kaluara në asamblej ka pas vetëm 4 anëtar, kështu që Matoshi nominimi më i mirë për dua të kitë jashtë në Albani, balotazh Gazmend Muhaxhiri Ali Berisha. Wow, interesant. Parashikimi për pejen të dielën. Ta shohim se si do të ndodh. Duhet ndroj temë se kalojnë për komunë, kam përshtypjen edhe kalojmë tek ajo tema esenciale. Dëgjojmë Fatmin Limajin, e kisha në pjesën e parë të kësaj maratonit të sotme. Më tha që nuk është konstituar kuvendi. Dëgjojmë pak dhe tha që në fakt deklarata që do të nxjerrë është pyetja ime nëse do t'i përgjigjet ndonjë ftesë eventuale të Kurtit për koalicion pas konstituimit të kuvendit. Limaj që tha që zgjedhja Dim Albashës është ilegale, shohim pak. Në këtë situatën kur Dim Albashën e kemi kur parlamentar. Jo, unë shoh aksident zgjedhjen e tij. Kosova duhet të ketë një kryetar tjetër të kuvendit. Pra nuk hyni në kombinatorikat e tilla. Jo, me një kryetar, ai s'është kryetari im. Jemi qartë, ai kryetari legal i zgjedhur, po ne nuk e pranoj si kryetar një njeri që historinë e vendit tim e ka qenë ndërmarrje kriminale, banditësh dhe diasporën e Kosovës e ka quajtur dilera drogës, e ka quajtur industria e prostitucionit, trafikim të qenieve njerëzore, të grave, prostitucion kështu e ka quajtur në punimin e tij shkencor. Dhe për më tepër ka shku edhe ka thënë, shqiptarët e Kosovës, diaspora kosovare atje, prej 89 deri në 99 kanë qenë të detyruar me financu jetën Kosovë, luftën Kosovë, sipas punimit shkencor. Këtë njeri e keni kryetar kuvendit, s'ka kurrë me personin e tij privat, pa s'mund të jetë, s'mund profesion mu si kryetari i kuvendit. Jemi ka fundi dhe kam një pyetje që nuk pashmangshëm duhet ta bëj. Ka një proces që po ndodh në Hagë, i cili po vije drejt fundit. Ndërkohë ka pasur një bashkëluftëtar juaj, bashkëluftëtar dhe atyre që janë Zoti Matoshi u konstitua apo s'u konstitua kuvendi? Pyetje e rëndë sepse situata me ligjshmërinë, konstitucionalizmin dhe demokracinë kushtetuese në Kosovë është fatkeqe. Në këto qaste ka psu goditjen më të fuqishme që nga 17 shkurti i 2008-s, që nga pavarësia. E mira në këtë tragedi, të uequj tragedi,
edhe fals,